ku i kam bjondet, ku i kam brunet, ku i kam bukuroshet e mia. Unë sot mbaj në duar 2 proteza, një bjonde dhe një brune. Nga kërkesat e shumta që më kanë ardhur, po kërkohet shumë proteza që vendoset sipër kokës. Unë doja demonstroj pak, por ju keni dhe videot që unë e kam demonstruar më mirë te koka e kuklës, po për djeni që për çfarë përdoren këto protezat, po ja bëj pak shpejt edhe njëra dhe tjetrën që vendoset sipër kokës, ato që nuk kanë të pjesa përpara e kokës, që nuk kanë shumë flok, ose për trashësi dhe gjatësi ato që i kanë të shkurtra. Pra si që shikojmë sa bukur mbushet koka me protezë, shikojmë punimin që unë po e heq. Tani unë do provoj dhe protezën tjetër që është e zezë. Është shumë praktike për ta vendosur, siç e thash keni edhe videot e më të gjata për t'i parë që si vendoset, po unë për shpejt po ja bëj se tash kur nxiton asnjë gjë nuk bëhet shpejt sepse kam dhe orare të tjera pas këtyre, pasi sot kam qepur shumë proteza. Janë shumë kërkesa për këtë protezë sepse koka mbushet plot vetëm me një rrjesh dhe është shumë praktike, shumë e kollaj për ta vendosur vetëm me këto 3 kapsët, ka dhe 3-6 brenda dhe ato vendosen shumë kollaj, edhe hiqen shumë kollaj. Janë shumë të thjeshta në përdorim. Ja i hoqëm. Pra, për të porositur na shkruani këtu në Hair Dreams. Ju ndërroni, ne ja e bëjmë realitet.